Po përmendim bazat ligjore, përmend edhe më herë që më thënë le të themi atë dritën jeshile nga ligji e kemi apo jo, do të thënë është plotësisht ligjore që të kërkojmë Po, një është, gjë të tillë. do të thënë kërkesa janë bazohet në ligjin për përdorimin e gjuhëve, kryesisht aty edhe në ligjin për inkuadrimin e politikave rinore. Do të thënë ku zëri rinis duhet të ndëgjohet. Dhe këtë, besoj se janë dy ligje bazë që duhet të merren në konsiderat nga ata të cilët e kemi drejtuar këtë. Dhe më rëndësishme është që në ligjin e provimit të jurisprudencës nuk ka ndonjë ndalesë që provimi i jurisprudencës të mbahet vetëm në gjuhën maqedone. Domethënë është e hapur që kjo të mund të mbahet në gjuhën shqipe, por mungon vullneti politik për të bërë njëta. Deri më tani ku e kemi dorëzuar iniciativën? Cilave organe kompetente ju jemi drejtuar? Provimi i jurisprudencës bie kryesisht në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, për atë arsye kemi drejtuar Ministrisë së Drejtësisë dhe ministrit të saj, kemi drejtuar tek Agjencioni për zbatimin e gjuhëve dhe tek Inspektorati për përdorimin e gjuhëve. Jashtë kësaj kemi dorëzuar edhe si dy figura kyçe, kemi dorëzuar kryetarit të kuvendit dhe zëvendësit të parë të qeverisë, zëvendësi i parë i kryeministrit të qeverisë, që shpresoj të bëjnë ndonjë ndikim politik që të përshpejtohet edhe kjo procedura, se nuk është edhe të marrin një përgjigje të shkurtër edhe pas 6 muajve të jemi përsëri në këtë pozitë që jemi sot.